2 vjet më parë, në programin qeverisës së Aleancës për Shqipërinë Europiane, premtuam se do të ndihmonim me tekste falas edhe familje shqiptare me më shumë se 2 fëmijë. Konkretisht, një familje me 3 fëmijë do të përfitonte falas libra shkollor për fëmijën e 3 në radhën e shkollimit, sikundër çdo familje shqiptare me 4 fëmijë do të përfitonte librat falas për fëmijën e 3, 4 e kështu me radhë. Për këtij fondi përfitojnë edhe fëmijët e komunitetit egjiptian, të gjithë ata fëmijë që konsiderohen viktima të trafikimit apo viktima të mundshme të trafikimit, përfitojnë gjithashtu tekste shkollor falas. Sikundër, do të përfitojnë tekste shkollore falas edhe ata fëmijë që vinë nga familje ku ka një person me aftësitë kufizuar. Jemi treguar po ashtu të kujdesshëm dhe solidar me fëmijët e të gjithë punojësve të policisë të vrarë në krye detyrës e në shërbim të komunitetit, në mënyrë që krahas bursës të studimit ato të përfitojnë falas edhe tekstet shkollore për gjithë periudhën e tyre të shkollimit në arsimin bazë.